Sot në kuadër të vigjiljes së epopejës së UÇK u organizua me një ceremoni madhështore hapja zyrtare manifestimit Prizreni qyteti evropian i sportit. Ky aktivitet sot shënoi një moment historik për komunën e Prizrenit, duke vlerësuar përkushtimin institucional dhe qytetar ndaj promovimit të sportit dhe bashkëpunimit dhe vlerave evropiane. E në këtë manifestim ndërua me pjesëmarrje dhe kryetari i komunës Shaqir Totaj, nën kryetari për komunitete Furkan Bytyq, drejtoresha kulturës, rinisë dhe sportit Aylin Shishko, deputeti Kujtim Gashi, përfaqësues të KFOR-it turk dhe përfaqësues të konsulatës turke në Prizren, nga FSK-ja, drejtorët ekzekutivit, pastaj nga Federata e Futbollit të Kosovës, Mirsad Çollaku, ekzekutivi dhe mysafir nga bizneset. Me këtë rast, kryetari i komunës Shaqir Totaj, me një entuziazëm, ka falendëruar pjesëmarrësit. Prizreni ka arritur të jetë me një tjetër sukses duke u shpallur qytet evropian i sportit 2026, një njohje që pasqyron përpjekjet të qytetit për zhvillim në fushën sportive dhe promovimin e turizmit. Ka qenë punë e përkushtim. Ky titull nderues është rezultati i përkushtimit të vazhdueshëm të Prizrenit për të organizuar ngjarje që rrisin imazhin e Prizrenit ndërkombëtarisht. Ai ka falendëruar edhe ish drejtorin e kulturës Adem Morina, pastaj Jona Hoxhën dhe drejtoreshën Shishko për këtë arritje. Sepse kjo është një ditë e madhe konsideroj për qytetin tonë dhe për sportin në Prizren. U ambjen shumë shpesh më fort në për eventet ndryshme, mi po besoni që me kënaqësinë më të madhe flas këtu në këtë qendër sportive, ku edhe vetë kom luajtur basketboll dhe ku jemi bërë edhe kampion të Kosovës basketboll në 2018, edhe shumë po besoj që edhe si vjet do ta përsërisim çat sukses të jashtëzakonshëm. Ka qenë një punë e madhe e një ekipi të madh të njerëzve për t'i plotësuar kriteret, të cilat kritere kanë qenë bazë për vlerësimin e kandidaturës së Prizrenit, për të nominuar edhe pastaj për të shpallë qytetin evropian e sportit. Do mi falenderoj të gjithë ata anëtarët e atij ekipi. Do me falenderoj dhe drejtorin e përparshëm të FKRS-s, zotin Adem Morina, bashkë me Jonën, si dhe drejtoreshën aktuale, zonën Aylin. Po ma shumë të i falenderoj të gjithë sportistat, të gjithë personat që miren me sport në mënyrë rekreative, sepse qëllimi ka qenë që sporti të jetë një preventiv për shëndet, sporti të ketë një gjithë përfshimje, që sa ma shumë njerëz të jenë aktiv, sa ma shumë njerëz të marrin pjesë, po gjithsesi pse jo edhe të kemi një sport kulminant, sikur që kemi në Prizren shumë sportista në shumë sporte, të cilët me rezultatet e tyre kanë demonstruar edhe kanë konfirmuar se Prizreni me të vërtetë e ka merituar epitetin qytet evropian e sportit për vitin 2026. Normal kemi shumë sportistë, shumë lloje të ndryshme, sporte kolektive, sporte individuale, po unë smuj pa e përmend klubin e basketbollit Bashkimi, që po besoj shumë që si vjet do të jemi kampion, sepse kemi ekipin shumë të mirë edhe gjithsesi me angazhim maksimal do të arrijmë ato. Kurse drejtoresha e kulturës, rinisë e sportit Aylin Shishko tha se kam nderin që në cilësinë e drejtoreshës t'ju uroj në këtë event. Ky vije si rezultatit një pune të palodhur që keni bërë, tha ajo. Kam nderin dhe kënaqësinë që në cilësinë e drejtoreshës për kulturë, rini dhe sport t'ju uroj mirëseardhje në ceremoninë hapëse Prizreni qyteti evropian i sportit 2026. Ky titull është rezultati punës dhe përkushtimit të gjithë ju klubeve, trajnerëve, sportistëve dhe institucioneve. Gjatë gjithë këtij viti do të organizohen aktivitete dhe ngjarje të shumta sportive, që do të bëjnë Prizrenin një qendër të sportit dhe energjisë pozitive. Ju faleminderit të gjithëve për punën e palodhshme dhe ju uroj një vit të suksesshëm sportiv. Faleminderit. Pas kësaj pastaj kanë defiluar grupe sportistësh të rinj nga të gjitha drejtimet, si në futboll, basketboll, në shah, mundje, motorizëm, automobilizëm e sportet e tjera, të cilat janë krijuar në atmosferë impozante.
me ju në çdo iftar.